Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu bëri të ditur se lista e barnave esenciale nuk ishte përditësuar që nga viti 2015, ndërsa tashmë është hartuar një verzion i ri i modernizuar që synon të garantojë furnizimin me terapi kritike për shëndetin publik dhe të lehtësojë mbulimin e kostove për qytetarët përmes sigurimit shëndetësor. Vetëm përditësimi është realizuar nga fundi i vitit 2025 në kuadër të platformës kombëtare për barna, në udhëheqjen e Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të Organizatës Botërore Shëndetësore dhe grupit punues. Koordinatori i grupit punues për përditësimin e listës Zoran Sterjev theksoi se lista përfshin medikamentet më të domosdoshme për trajtimin e sëmundjeve më të zakonshme, duke u përshtatur me nevojat reale të popullsisë. Ono što je specifično и што би требало да се напомене, согласно со политиките и на Министерството за здравство, кои што се актуелни, во есенцијалната листа за прв пат имаме и никотинска заместителна терапија, тоа се трансдермалните фластери и никотинските гуми за джвакање. Понатаму имаме едно контрацептивно средство, направена е реорганизација и на антиинфективните лекови кои што беа присутни досега, на зголемен е бројот на антиинфективни лекови кои што сега се наоѓаат на есенцијалната листа. Ai shtoi se lista esenciale dallon nga lista pozitive e barnave, pasi përfshin preparate që shteti duhet i ketë të siguruara në çdo kohë për qytetarët.